Këngëtari Afrim Uçiçi është nga zërat më potentë të muzikës popullore. Një gjë është e sigurt, në skenat dhe në dasëm, ku këndon këngëtari, atmosfera është e garantuar dhe pista e vallëzimit është gjithmonë plot. Përveç anës profesionale, interes të lartë ka patur edhe për jetën private të këngëtarit. Ai ka qenë i martuar 3 herë. Pas divorcit nga bashkëshortja e parë, ai u lidh me aktoren dhe këngëtaren Emine Toska. Pas disa vitesh, Afrimi u nda nga Emineja dhe u martua me këngëtaren Halime Mani. Por një marrëdhënie miqësie dhe një borxh i madh e ka vënë këngëtarin në një situatë të mëshme, duke detyruar atë të shes shtëpinë. Në një moment të vështirë financiar, këngëtari i ka marrë shokut të tij, Erin Derekës, 70.000 euro borxh dhe i ka lënë një afat për t'ia kthyer. Afrimi ka firmosur një kontratë dhe nuk ka ditur se Ereka ka vendosur kamat mujore deri në 30%, pa patur mundësi që të paguante borxhin, i cili tashmë ishte shumë i madh. Këngëtari u detyrua të shes shtëpinë e tij për të larë borxhin. Një situatë kjo alarmante për këngëtarin, i cili më pas e ka çuar çështjen në prokurori, duke pranuar se ka marrë 70.000 euro borxh tek miku i tij, por ai nuk ka nënshkruar asnjë kontratë te noteri për kamatën e lekëve. Nga ana tjetër, Reka i ka mohuar akuzat, duke deklaruar se parat ishin borxh i rregullt dhe kontrata është nënshkruar nga Afrimi në prani të 2 dëshmitarëve. Tashmë, çështja pritet të kalojë në gjykim, por ajo që ka ndodhur nuk kthehet më mbrapsht. Afrimi është detyruar të shesë shtëpinë për të shlyer këtë borxh.